Ok, hajde të fillojmë edhe me rutera. Ruteri është pajisje, mund të them shumë më inteligjente se sfiqi, edhe është layer 3. Është layer 3, do mund të tosi modelit, e cila punon me IP adresa. Edhe do adresat logjike, dhe jo me adresat fizike siç punoj këtë sfiqi. Këto duken sikur në fotot që po shihen këtu, llojet ndryshme të ruterave. Ka prodhues edhe sikur të sfiqi edhe këtu ka prodhues ndryshëm, por më dominant mund me thonë mbi gjitha është Cisco dhe Juniperi. Për kompani që i përdorin. Ka dy port janë Cisco, Linksys, kjo është një router board që e ka mikrotik instaluar. Ashtu që Linksys edhe këtu këta janë wireless routera, do flasim më vonë për këta. Puna e ruterit është vetëm lidhja e rrjetave të ndryshme ndërmjet veti, duke përdorur routing protocols të ndryshëm. Por do flasim disa slide më vonë për routing. Deri tani duhet ta dini vetëm se është layer 3, punon me IP adresa. Po ashtu e ka një funksion apo proces mund me thonë ndryshe, është NAT, që është kërkesë për network address translation. Network address translation, e cila puna kryesore e kësaj është të mshefë rrjetin e brendshme nga interneti. Tash do ta sqarojmë se çka është, çka bën natë, saktë se si funksionon. Sfiqi më herët thanë që punon me MAC adresa. Tash dikush nga ju mund të më pyet se pse nuk përdorin vetëm sfiqa dhe të punojmë me MAC adresa. Arsyeja vetëm është kjo. Le të marrim nëse kemi dy sfiqa, lidhur njëri me tjetrin, cilin po ashtu është e lidhur në LAN, edhe këtë pjesën tjetër në LAN tjetër. Hajde t'i marrim nga 250 kompjutera. 250 PC. Ta vendosim një subnet, do mësojmë më vonë për IP adresa se një 168, hajde .0.0/24, do të mësojmë për tu /24, çfarë do të thonë më vonë. 168.0/24. Tash sfiqi këto. Do të mësu 250 MAC adresa në tabelën e vet, që është MAC table. Do të mësu 250 MAC adresa për këtë rrjetën që është i lidhur. Po ashtu edhe 250 tjera për këtë rrjetën tjetër. Që nëse një kërkesë vjen në këtë portin këtu, atëherë të din ka duhet me rrugë ka ky porti, edhe pastaj mrena me ullgjin dikon, apo duhet me dalë ka ky porti tjetër. E njëjta vlen edhe për këtë sfiqin tjetër. Fillimisht duhet mësu 250 MAC adresa për këto, po ashtu edhe 250 për këtë tjetër. Po çka mendoni nëse kemi 100.000 kompjutera dhe kemi me 1000 sfiqa? Atëherë secili sfiq duhet me mësu deri 100.000 MAC adresa për mund me ditë se ku me dërgu informatën. Po paramendoni internetin, cili ka me miliona pajisje gjindën të. Nëse nuk din të çoj donë sfiqe, nëse nuk e dini MAC adresë, duhet me lëshu broadcast. Kjo është e pamundur. Po me shpikin e ruterave gjithçka ndryshon. Hajde të zëvendësojmë këtë sfiqin këtu, edhe këtë sfiqin tjetër këtu me rutera. Edhe zëvendësojmë. Tash ruteri nuk ka nevojë të mësoj MAC adresat të gjithë kompjuterave. Po kur thjesht i ka dy rreshta që thotë nëse informata që vjen këtë portin këtu është e dedikume për ka ky subneti tjetër në 9.168.0/24, atëherë informatën dërgu ka ky interfejsi këtu. Ndërsa nëse është në këtë njëjtin subnet, mos e merr parasysh hiç, po le të mirën të sfiqet mbrana. Po ashtu e njëjta vlen edhe për këto. Nëse informata vjen këtë portin këtu, është e dedikume për këtë subnetin në 9.168.0/24, atëherë thot del ka ky interfejsi këtu. Por nëse është njëjtin subnet, atëherë mos e merr parasysh se mirën sfiqat. Ma mund të ta kuptojmë se ç'është funksionin rutat. Po për momentin, në vend që sfiqat me ditë që i kanë ka për shembull 500 kompjutera, me ditë 500 MAC adresa, atëherë e vetmja kjo është ne të marrim çto për marr network destination, domthon ku ne të marr edhe interfejsi. E kuptu malet. Ma mund të ta shohim saktë se ç'është në routing tabela, ç'është duket. Për këtë routerin këtu. Nëse network destination thot është po 192.168.1.0,
0/24, e të marrë që interfejsi 1, që interfejsi 0, on Ethernet 1, Ethernet 0. Thot për këto, atër shko ka Ethernet 0. Për këtë routerin, thot nëse network destination IPs është kjo, që është kjo rrita këtu, atër shko ka Ethernet 0. Po ashtu dhe për këtë tjetrin, thot nëse është për 192.168.0/24, thot shko ka e nishi, ka Ethernet nishi, edhe vazhdo kjo kënjinaj. Nga këtë kuptojmë që routerat përdorin IP-a logjike, që shreceka dhe në fillim të videos, edhe të mund vend pak adresa, edhe për lidhjen e rrjeta ndryshme ai nuk mirret me kompjuter dedikum, domthonë për kompjuter dedikum me ditë mak adresën, pa e shkon në nivel të networkit, domthonë në nivel të rrjetës. Thotë nëse një kompjuter kërkohet që është nga ky range e IP-ave, atëherë shko ka interface. Nëse është ky tjetër për këtë tjetrin, atëherë shko për ka interface tjetër. Ale ta sarojmë edhe natë se çka bën, është ta pastroj këto. Ma vonë do ta mësojmë për IP adresa si ndan. Për momentin bani mend vetëm se ekzistojnë IP-a publike, të cilat mund të shihen në internet, ndërmjet veti, edhe IP-a private që nuk shihen. Ku nga kjo kuptojmë që në internet mundi me dalë vetëm me IP-a publike, edhe nëse kemi 100 kompjutera, nuk është nevojshme që të marrim 100 IP-a reale, sepse ato janë harxime sipër, do të ishte kod vetëm të shfrytëzonin për këto, por vetëm një ku atë vendosin router dhe brenda shtëpisë ose kompanisë kanë IP-a private, duke shfrytzuar një IP reale dalin në gjithë kompjuterat në internet. Këtë mundson natë, si kam herë. Atë të marrim një rrjet të vazhduar sa do të thjeshtë, të marrim një router, i cili është i lidhur në internet, nuk PC që është lidhur me ISP apo në një ISP privat, tani pastaj ta ISP kryesor apo diçka tjetër. Pastaj e marrim një switch, ku këto janë lidhur në disa kompjutera. Ok, mjafton këta. Edhe që të marrim 192.168, ale pikë 13.0/24. Pas të routerit që të përshkruj van, që van port, në formulir në internet, që të përshkruj që është LAN. Atër nati aplikohet qëtë pjesën qëto. Qëto është nati. Edhe në qëtë portin van, e të marrë një IP reale, shambull 1.1.1, edhe kompjuterat për mrena, që shqinë veç për mrenda kompanisë. Nëse dëshirojnë dalin në internet, atër informata duhet me kalu ka routeri. Routeri është që brenda është IP-a private, ndërsa jashtë e kemi IP reale, edhe që të e bon natë. Pasa informata del, kur thejet prap, kërun në cache se cili kompjuter ka kërku, edhe e dërgon të kompjuteri informatën e kërku, për shemë nëse dojnë në hapë faqen IT shqipiko. Saksisht që ka bon natë, e të marrë një shemë ma të paketës. Kjo është me e thjeshta, vetë sa me kuptu. Hadi që të marrim source, të shuj SRC, për në IP-a për ku dalë, edhe destination. Nëse source IP-a, hadi që kjo për shemë dhe ka 13.5. Nëse source adresa, 192.168.13. Ku destination adresa, hadi për marrim 2.2, një adresë që fare do në internet, informata, në kjo paketa, kur lirëm këtë informatë në router, që kjo nati e zavendëson sourcein, se kjo nuk shihet në internet, e zavendëson me 1.1.1.1, në krijohet që kjo paket, ku destination prap është e njëjta, edhe kërkesa prik tuaj pasi kjo shihet në internet, shkon e kryen punën që kam kryer në server, për shembull në sajtin IT shqipit, kthehet përgjigjja këtu, ky e ruan në cache, edhe mon mend që çit IP, çit kohë diçka tjetër, e ka zavendësuar me këtë IP. Po prap kërkesa kur kthehet, kur kthehet kërkesa brenda, prap e kemi këto source edhe destination. Vetëm se në rastin ton destination është 1.1.1.1, ndërsa source është 2.2.2.2. Në të ashti source kush e ka dërgu informatën në serveri, destination është IP-a anit. Ky e shek këto, e din që e ka bon qatë ndryshim, e krijon paketën tjetër me të njëjtat informata, vetëm te source metet e njëjta, ndërsa destination ndërrohet me IP-n e klientit.
8.13.5. Me këta arrim të kuptojmë që rrjeta e brendshme është e fshehtë për internetin. Ku ashtu është se hapi pari i sigurisë. Kemi informuar besoj që mjafton sa i përket rutera, ku ma vonë do flasim edhe për routing. Tash na ka marrë edhe wireless routeri, pasi e sqaruam se çka bën routeri, kjo është e thjeshtë, një routeri të zakonshëm, për shembull këtina këtu. E shndroj në ngjyrën e të marrë kuqe që mund të këtu. Ja shtojmë antenat. Antenat që përdoren në shumë val. Edhe ka që ishte puna. Do më punën njëjtë e kryen. Vëshëm që këtu mundën më lidhë për shembull telefonat që janë me wireless ose ndonjë laptop. Ku prap nati kur aplikohet që të pjesën këtu. Kjo pjesa që tu aplikohet nati. Ku wirelessi edhe LAN portet e routerit prap janë pjesa LAN-it, ndërsa veç WAN porti është ka interneti. E njëjta punë është ndryshuar të njëjtat sende, vetëm që mundën më lidhë edhe kompjuterat pa kabël që e përdorin wirelessin. Kaq kishte sa i përket wireless routerit. Hajde të vazhdojmë edhe tash me proxy serverin edhe firewallin. Këtu do të zgjaroj vetë çka bën njëra e tjetra, dallimin mes tyre, nuk do të hi shumë detaje. Proxy serveri e kam marrë këtë logon këtu që më me pa një farë lloj dallimi. Proxy serveri është një server i cili ka të instaluar një aplikacion që përdoret si proxy. Si për shembull TMG-ja i Microsoftit, Forefront Threat Management Gateway, ose është edhe një tjetër CC Proxy. Cili kryen punë thuajse të njëjtë si routeri, që e përdor në atë procesin, ku klientat brenda LAN-it, hajde të marrim LAN-in këtu. LAN-i, ku është i lidhur në proxy. Dalin internet përmes këtij serverit, siguria është më e madhe pasi që në internet lejohet vetëm që ky server dhe jo kompjutera të tjerë. Ky këtu ndëgjon portin 8080, që është default porti. Do flasim më vonë për port dhe protokolle. Klientët konfigurojnë aplikacionet e tyre për shembull në brauzera të ndryshëm, IP proxy të serverit edhe porti. Dhe nëse shfrytëzuesi dëshiron të bëjë surfing në internet, do të premëra të kaloj në internet, kërkon faqe në Google ose diçka tjetër, me anë të atij brauzerit, atëherë funksionon. Por nëse instalon një brauzer tjetër, për shembull prej Internet Explorerit kalon në Mozilla, atëherë nuk do të jetë e mundur, pasi që vetëm ai aplikacion është konfiguruar me proxy. Nërsa firewall apo shqep me përkthy muri zjarr, i cili nga emri tregon që është muri i cili përdoret për siguri që askush të mos kalojë përmes tij pa u lejuar paraprakisht. Edhe këtu ka prodhues ndryshëm, unë do ta specifikoj Cisco, që ka disa firewall mjaft të mirë dhe të suksesshëm, por janë shumë të vështirë për konfigurim. Puna e tij është që rrjetave të caktuara, networka ose IP-jave të caktuara, të lejë qasin internet, vetëm port apo protokolle të caktuara. Okej. Edhe këtu lidhet përmes firewallit, internet, e kemi një kompjuter me një IP për shembull, hajde 192.168.13.7. Për shembull, nëse dëshirojmë që ti kompjuterit e lejon vetëm qasin HTTP, për shembull sajtin e IT-shqipit, IT-shqip.com, veçmë portin 80, që është HTTP. Atëherë me firewall, mundëm edhe me proxy, po me firewall e lejojmë atë qasin. Dhe kompjuterat tjerë nuk kanë qasin internet përpos këtij kompjuteri. Ose nëse kemi një website brenda kompanisë, për shembull e kemi një server këtu, i cili hoston website-in e kompanisë, atëherë mundemi që në firewall ta lejojmë qasin nga jashtë brenda, vetëm portin 80, cilën trafiku automatikisht ridrejtohet te web serveri, i cili kryen punën prapë ju kthen klientave kur do më qas për shembull në website i cilin e hostojmë brenda kompanisë. Ashtu edhe puna primare është, puna primare e tij është siguria që ti mbrojë nga sulmet e jashtit. Dallimi mes këtyre. Okej, ndoshta dikush që po e ndëgjon këtë video vetëm e ka analizuar shpjegimin, edhe ka kuptuar dallimin, por unë do ta sqaroj vetëm një dallim. Firewall ka hardware dedikuar, në vetin, edhe software që përdoret për atë hardware, ndërsa proxy serveri është aplikacion i cili instalohet në sistem operativ, për shembull Windows Server 2008 ose Windows XP ose Windows 7. Dallimi këtyre dyve me këtë sqarim është performanca.
Pse performanca? Ne ta marrim një shembull këtu, hardware-in. Janë dy shtresa. Firewall-i e ka software-in, ose më mirë me thonë os sistemin operativ, cili qaset direkt hardware-it, edhe procesimi më i shpejt. Ndërsa proxy e ka aplikacionin që përdoret për proxy, i cili instalohet sistem operativ tek në hardware. Do që informata me kalu prej proxyt, më procesuat, më shfrytzu hardware-in, procesorin, RAM-in, diskun, atëherë fillimisht duhet më konvertu në sistem instruksionit sistemet operativ, dhe pastaj tek sistemi operativ e konverton ato në instruksionin cili e kupton ajo maqinë, domthonë hardware-i. Me këto po shihet që proxy e ka një rrugë më të gjatë deri të qaset hardware-in, ndërsa firewall e ka më të shkurtër dhe procesimet janë më të shpejta. Zakonisht janë më të shtrejtë normal. Edhe një sen mos të harroj se kemi LAN-in edhe kemi internetin. Zakonisht mes këtyre dyja përdoret një firewall edhe një proxy server. Lidhur njëri mas tjetrit. Shkaq të hakerat se dëshirojnë për jashtë me pas qasje në kompani, ata fillimisht duhet të hakojnë një firewall, pastaj një lloj firewalli tjetër. Ton gjithçysh mos me kanë të njëjtës kompani me kompanive ndryshme, se nëse është i njëjtë, dy firewall të njëjtë. Atë nëse njërin e hakeratin, e bojnë hack, prap edhe tjetrin shumë lehtë bëhet është njëjta procedurë. Edhe kjo është me u kompliku, ma lehtë me thonë punën atyre që dëshirojnë, edhe nëse lodhen ata me qitë me lake që me pas sigurimat. Edhe një nga kamet e pajisje të rrjetës është DHCP edhe DNS serveri, edhe këto do të hasërojnë pikat shkurta. DHCP është shkurtesë për Dynamic Host Configuration Protocol, cili nuk bën asgjë tjetër vetëm i furnizon klienta me TCP/IP konfiguracion, siç përfshin IP adresën, subnet maskën, default gateway, DNS serverin dhe shumë informata tjera. Shumë kohë më parë, IP adresat janë vendosur manualisht. Janë vendosur manualisht. Ku tash praktikohen, nëse kemi numër të vogël kompjutera ose servera, çdo herë IP-at i vendosen manualisht, por me rritjen e numrit të kompjuterave, kjo gjë është e pamundme. Për një IT, që ta bëj punën e tij. Para mendoni se keni 100.000 kompjutera, secili kompjuter do të duaj konfigurimi manualisht, kjo është e pamundur. Kështu kanë menduar të krijojnë një sistem, kanë krijuar DHCP, i cili u kanë mjaft efektiv. Ky funksion me një farë procesi ndryshe quhet DORA. Do ta thashim pikat shkurta do të sharoj. Është e sharuar me tekst në forum kush do me lexu. DORA është discover. O-ja është për offer. R-ja është për request. Ndërsa A-ja është për acknowledgement. Çfarë do të thonë? Discover do të thonë kërkim, ofrim, kërkesë edhe pranim. Klienti, edhe serveri, hapin e parë, klienti nuk e din kush është DHCP serveri, e lëshon një broadcast në rrjet, thotë kush është DHCP serveri. Hapi i parë, domthonë D-ja. Ky përgjigjet, thotë unë jam, edhe këtë IP ta afroj ty. Ky thotë, po më përshtatet IP-ja, pe marr, edhe ky thotë, regjistruan databazë, edhe mos më shfrytzu, edhe kjo është sa i përket DHCP-s. Tash DNS-i është shkurtesë për domain name system. Puna e tij servisi është të përkthej emrat në IP adresa dhe në asjeltas. Pasi që njeriu mban mend më lehtë emra se sa numra, është menduar të krijohet një sistem i cili e bën këtë punë për ne. Unë më lehtë më mbaj emrin IT-shqip.com se sa një IP ku mundet edhe ajo me ndryshu kohë pas. Ja si funksionon DNS-i, të asaraj edhe të pikat shkurta. DNS apo domain ekziston një root, pastaj për fundit i kjo është mënyrë hierarkike është .com domeni, .net domeni, .edu për education, .info edhe vazhdojnë shtu me radhë. Këta thirrën ndryshe top level domena, ndërsa brenda këtyre janë domenat e krijuar për atë tip domeni. Për shembull Google është IT-shqip, ka vazhdim mund me kanë Yahoo, edhe shumë tjerë. Tash për shembull brenda vend IT-shqipit, ky ka subdomenat e vet. Falni që ta kenë domenat. Edhe një tjetër që e ka që është funksional për momentin është fara. Edhe www
e bën me, domethënë e lidh një IP adresë caktuar të një serveri me këtë subdomain. Edhe tash unë si klient klienti, i cili e përdor çto është përshuj ISP në DNS-at, përdor ta DNS-a, ndërsa ISP-ja lidhet në internet. Ku në internet ekziston edhe kjo root, kjo hierarki e DNS-it, domethënë domenave. Okej. Nëse unë hapi parë dëshiroj me qas në sajtin itshqip.com. Domethënë itshqip.com. Okej, por nuk e di IP. Nëse ju kom qas më herët, atëherë ruhet në cache, emri edhe IP-ja, edhe shfrytëzoj direkt muna mi qas. Po nëse nuk e di, unë i qaj kërkes DNS-it të ISP-s, që ne ki konfigurun primari DNS server, për shembull EPCO 80.168, ose kujtesa 82.1.4.64.3, posta ka 2.1.3.1.63, 3.10 dhe 3.12, nëse nuk gaboj. Edhe kjo e kontrollon. Thot për këtë domain, www.itshqip.com, thot unë nuk jam autoritativ. Edhe e lëshon internet te root serveri ose root servera, se ka ma shumë se një root server. Edhe informata që vjen këtu, thot, okej, edhe një pikë në fund. Këtë pikën pja shuj që mundi me shujt në Google, në browser www.google.com, edhe një pikë në fund hapet pa problem, po browserat janë të programuar në mënyrë që kjo pika në fund mos më shkruaj. Thot, okej, unë www.itshqip.com nuk e di ku është, unë sheko IP, po unë muna me drejtu te com domain, top level domaini, edhe ai besoj që mund me të kry punë. Edhe kjo kthehet përgjigjja klientit. Thot pejrutit i kthehet përgjigja. Thot .com, ky prap i qaset komit. Thot mosh ma gjet IP në www.itshqip.com. Thot jo, www nuk e di ku është, po ne di veç itshqipit. Kjo është IP-ja. Edhe ja IP-n, ky i qaset direkt itshqipit. Thot okay, po vjen subdomaini www. Thot okay, unë e di kjo IP cili është, që kjo është IP-ja, ja tregon edhe prap ky i qaset. Po një kohë caktuar ruhet në cache, nëse do më qas prap, atëre kontrollon cache, nëse ekziston, i qaset direkt sajta. Okej. Çështu funksionon DNS dhe DHCP-ja. DHCP-ja domthon ofrimin e TCP/IP konfiguracionit automatik, ndërsa DNS-i për kthimin e emrave në IP adresa ose anasjeltas.